kur e ka nis aktivitetin kriminal 22 persona që u arrestuan. Pasi u konfirmua arrestimi i tij, lëvizja vetëvendosje, Komisioni Disiplinor mori vendim për përjashtimin e Shemsi Batirit nga antarësia e kësaj partie. Ky komision disiplinor i vetëvendosjes e pat përjashtu edhe Besnik Mujecin, i cili u pat arrestu me drogë mbi 5 kg dhe me vlerë mbi 400.000 euro. Para 2 ditësh 22 persona u arrestuan në një aksion të madh të policisë në ndyshimin për trafikim me substanca narkotike. Kemi diskutuar se si ka funksionu aplikacioni Sky edhe çysh ka ardhur deri tek arrestimi i të dyshuarve. Në opinion, po ndodh një keqkuptim kur po flitet për këtë rast. Kjo normalisht po shfrytëzohet pastaj edhe për sulme politike mes partive politike. Kjo për shkak se në mesin e 22 të arrestuarve ishte edhe Shemsi Batiri, që ishte antar i lëvizjes vetëvendosje. Se a ka qenë i afërt Batiri me figurat kryesore të lëvizjes vetëvendosje, e dëshmojnë edhe këto fotografi të tjera që i kemi siguruar në nacionale, ku Batiri shihet i afërt me Albin Kurtin, afër Libon Aliut e afër Hysen Durmishit. Megjithatë, në momentin që lajmi për arrestimin e Batirit u bë publik, lëvizja vetëvendosje ka bërë të ditur se të njëjtin e kanë përjashtuar nga partia pas shqyrtimit në komision disiplinor. I njëjti komision disiplinor i lëvizjes vetëvendosje e pat përjashtu edhe Besnik Mujecin, asambleistin e lëvizjes vetëvendosje në komunën e Prishtinës, i cili në vitin 2023 u pat arrestu për trafikim dhe shitje të narkotikëve në Shqipëri. Besnik Mujeci bashkë me disa persona të tjerë u pat arrestu në Shqipëri, ku ju pat nxjerrë edhe lëndët e dyshuara narkotike, mbi 11.000 tableta ekstazi MDMA me peshë mbi 5 kg, e të cilat vlerën në treg e kanë pas rreth 400.000 euro. Po kthehemi tash tek Shemsi Batiri. Batiri së bashku me të arrestuarit e tjerë, sipas kërkesës së prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit, dyshohet se nga fillimi i vitit 2019 deri në 3 qershor të vitit 2025 kanë qenë pjesë e një grupi kriminal të organizuar që është marrë me trafikimin e lëndëve narkotike si kokain, heroin e marijuan, e cila dyshohet se vinte nga shtetet e Amerikës së Jugut, Iranit dhe Turqisë e pastaj në Kosovë. Këta që janë arrestuar në Kosovë dyshohet se aktivitetin kriminal e kanë bërë duke kry porosi, duke aranzhu porosi në shtetet që i përmendëm më lart, pra duke aranzhu dërgesa prej shteteve të Amerikës së Jugut për në Kosovë. E pastaj në Kosovë janë siguruar që këto lëndë narkotike të fshihen nëpër kontenjer për bartjen e mallrave, anije transportuese, kamion e vetura të pajisura me bunker. Bunkeret pra janë vende që kamuflohen nëpër vetura në mënyrë që më ufshe lëndët narkotike. Porositë që i kanë bërë në vendet e largëta të Amerikës së Jugut e në vendet e tjera janë sjell pastaj në Kosovë përmes rrugëve toksore dhe porteve detare, si nga Shqipëria edhe nga Maqedonia e Veriut. Tash për me sqaru për opinionin pse ky grup nuk është arrestuar më herët. Prokuroria i ka marrë transkriptat e përgjimeve të aplikacionit Sky në vitin 2024 dhe 2025, ndoshta edhe disa vite më herët kur këto biseda janë dekoduar në vende të tjera evropiane. Këto transkripta të përgjimeve kanë qenë të siguruara nga Franca përmes Europolit dhe Belgjikës. Pra bëhet fjalë për aksion në madh të autoriteteve franceze në vitin 2021, kur janë marrë miliona mesazhe nga aplikacioni Sky, e të cilat patën rezultuar me një aksion të gjerë nëpër Evropë, ku janë arrestuar grupe të mëdha kriminale. Në atë kohë, autoritetet franceze në bashkëpunim edhe me Holandën dhe Belgjikën patën arrit me i konfiskuar edhe serveret e aplikacionit Sky, ku pasi janë dekoduar të dhënat, operacionet policore janë zëruar edhe në vende e shtetet e tjera. Një prej vendeve që ju kanë dërguar informacione nga aplikacioni Sky ka qenë edhe Republika e Kosovës, e cila siç thuhet në dispozitivin e prokurorisë, që e ka publikuar Betimi për Drejtësi, ka nisë me analizimin e të dhënave të përdoruesve dhe bashkëbiseduesve të tyre. Në fillim prokuroria ka nisë hetimet vetëm ndaj 3 personave, Kujtim Neziraj, Ardian Mazrekaj dhe Edim Berishës, ndërsa pastaj hetimet janë zëruar edhe tek personat e tjerë. Pra prokuroria ka marrë informacione, mesazhe dhe komunikime të këtij grupi ndoshta edhe më herët. Por këto informacione janë dekoduar, janë bërë lidhjet e pastaj janë nisë hetimet disa mujore rreth këtij grupi edhe ka ardhur deri tek aksioni i madh ku janë arrestuar 22 persona. Dje gjykata ka vendosur masën e paraburgimit prej 30 ditësh ndaj 22 personave të dyshuar që janë Recep Nikçi, Arianit Krasniqi, Abedin Xhakova, Ragib Bislimi, Armend Ismaili, Rifat Vuçetaj, Erduan Ismaili, Shemsi Batiri, Andi Vokshi, Blerim Sharapolli, Elez Elezi, Roland Beqiri, Avnire Kaliu, Edim Berisha, Ardian Mazrekaj, Kurbin Dezdari, Onur Vizdik, Lorik Tigani, Kenan Brovina, Karaman Aksoj dhe Ylli Musliu.